Përshëndetje. Ne fëqinjët tanë nuk I zgjedhin. Ata thjesht janë aty prapa murit, mbi kokën tonë, përballë dritares sonë. Disa I takojmë çdo ditë, të tjerët I njohim vetëm nga zhurmat që bëjnë. Por një gjë është e sigurt, ndikimi që kanë tek ne është shumë I madh se sa ne mendojmë. Nuk ka rëndësi nëse je tip I shoqërueshëm apo I tërhequr, fëqinjët janë aty dhe ndikojnë në mënyrën se si ndihemi, madje në heshtje, ndikojnë dhe në shëndetin ton mendor. Nganjëherë një buzëqeshje në shkallë, aty ku takojmë te ashensorët, një përshëndetje e thjeshtë ose hajde të pim një kafe së bashku, hajde nga shtëpia, është një bisedë që vlen më shumë se edhe një psikolog. Ka diçka qetësuese në praninë e dikujt që s'të njeh aq shumë sa të fus hundët në jetën tënde, por mjaftueshëm sa të bëj të ndihesh njeri mes njerëzve. Sidomos për ata që jetojnë vetëm, për të moshuarit, për prindrit e rinj që ndihen të mbyllur në një rutinë të lodhshme, një fëmijë I mirë është një copës mbështetje emocionale. Kur fëmijët s'të lënë të jetosh, as të flesh. Ky është një problem. Nëse janë të sjellshëm, fëmijët janë bekim. Por nëse janë të zhurmshëm, janë të ndryshëm, ata mund të bëhen një burim stresi I vazhdueshëm. Ai që dëgjon muzikë me zë të lartë, të fortë gjatë natës, apo një që për hap thash e theme. Ata që zihen çdo ditë e të bëjnë me nerva edhe ty. Ka njerëz që jetojnë me tension të përditshëm, thjesht nga që fëmijët e tyre nuk dinë të respektojnë hapësirën dhe qetësinë, hapësirën publike. Dhe kjo është diçka që nuk kalohet thjesht. Kjo lodhje grumbullohet dhe pak nga pak fillon të ndikojë në përqendrimin, në gjumë, në humor dhe në gjendjen emocionale. Me një fjalë, ka njerëz që s'u bëjnë këmbë të venë në shtëpi vetëm duke menduar për fëmijën e tyre se çfarë do dëgjojnë atje. Lagja si terapi ose si burim ankthi. Ka lagje që frymojnë bashkë ku fëmijët luajnë obor, njerëzit flasin me shkallë dhe ndihmojnë njëri tjetrin, dhe ka lagje që çdo derë rri mbyllur dhe askush nuk përshëndet, kur çdo njeri është një ishull më vete. Psikologjikisht, lagjet e para krijojnë ndjesinë e përkatësisë, një nevojë themelore njerëzore. Njerëzit që ndihen pjesë e një komuniteti kanë më pak prirje për të rënë në depresion apo për të ndier vetmi. Ndërsa në lagjet e dyta që thash, dhe nëse je I rrethuar nga shumë njerëz, mund të ndihesh dhe vetëm, edhe më vetëm se kur. Por ka dhe raste kur fëmijët janë më të afërt dhe se familja. Jo rallëherë, fëmijët janë ata që ju ndihmojnë kur ke nevojë urgjente, të japin çelësin, të ruajnë fëmijën për pak minuta, të sjellin një ilaç dhe kur je I sëmur. Në këto raste, ata nuk janë më komshi, janë familje. Nga rasti, por shpesh më të vlefshëm se familja dhe se gjaku. Madje gjatë fatkeqësive, si tërmete apo probleme të mëdha të tjera, s'ka rëndësi, janë fëmijë që reagojnë të parët. Kjo nuk është rastësi, është instinkt njerëzor për të lidhur, për të ndihmuar dhe për të mbijetuar së bashku. Po kur fëmijët të vënë në provë karakterin, ka dhe fëmijë që të testojnë durimin. Ata që gënjejnë, ofendojnë, zhurmojnë, të shikojnë shtrëmbër e të thonë, ç'ke? Pse nuk përshëndeti? Pse nuk fleti? Ka dhe nga ata që përpiqen të kontrollojnë gjithçka që ndodh në hyrje, në pallatin tënd, kush hyn e kush del. Ata janë si thua të plotfuqishmit e lagjes. Në këto raste duhet të ruash balancë. Të mos përplasesh me gjithçka, por e të mos heshtësh gjithmonë. Një bisedë e qetë, një kufi vendosur me mirësjellje dhe pak kontroll mund të bëjë diferencën, sepse po të futesh në luftë me fëmijët, nuk është si të fikësh televizorin. Ata janë aty çdo ditë. Prandaj ka dalë fjala e famshëm, kur blen shtëpi, mos bli shtëpi, bli fëmijët, pastaj bli shtëpi. A ndikon fëmijësia në shëndetin mendor? Po, madje dhe shumë nga çfarë mendojnë. Një fëmijë që të bën të ndihesh I mirëpritur, I sigurt dhe I respektuar,
ndikon në uljen e stresit, në rritjen e humorit dhe në përmirësimin e ndjenjës së vetvlerësimit, ndërsa një fëmijë problematik mund të kthehet në një burim ankthi, tensioni, madje edhe izolimi, nuk do të hapësh derën fare. Në qytetet e mëdha, siç jemi Tirana për shembull, ku jeta është më stresuese dhe njerëzit janë gjithnjë me nxitim, një marrëdhënie e mirë me fëmijët është një luks emocional që nuk duhet të nënvlerësuar. Po çfarë mund të bëjmë ne? Dhe nëse fëmijët nuk janë idealët, ne mund të zgjedhim si të sillemi me ta. Unë do të tregoj disa gjëra të vogla që mund të bëjnë diferencën. Përshëndet gjithmonë. Një mirëmëngjes nuk të kushton gjë. Jep ndihmë kur dikush ka nevojë. Ndihma kthehet. Mos bëj zhurmë. Njerëzit përreth nuk janë pengje të altoparlantëve tanë. Ruaj kufit, por mos u bëj i ftohtë. Njerëzorja duhet jetë në mes. Dhe si përfundim do të thosha se komshinjt janë provimi më i përditshëm i karakterit tonë. Jetojmë në ndërtesa me shumë kate, por shpesh jemi të bllokuar në katin ton emocional. Harrojmë që një si je në shkallë, një gjest i vogël mirëkuptimi apo një qetësi e respektuar pas orës 10 mund të bëjë që një njeri të ketë një ditë më të mirë apo një jetë edhe më të qetë. Por nëse i kultivojmë siç duhet, mund të bëhet si një fllad i lehtë në ditët e nxehta të jetës. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të tjera her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.